Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kuron diabetin, kapslokun dhe mëlçin. Gjethet e kësaj bime janë një mrekulli. Sherebela karakterizohet në një nga ilaçet më të mira. Kjo bimë rritet në shpate gëlqërore në kullota nga zonat e ulta deri tek ato alpine. Gjethet e saj përmbajnë vaj esencial 2%, saponine, alkaloide, lëndë rregjëse, rëshirë. Çaj i përftuar nga sherebela përdoret për pastrimin e gjakut, kundër djersitjes dhe sigurisht gjatë natës. Shkenca moderne ka dëshmuar se sherebela ka një veprim antibakterial dhe antikërpudhor, freskon dhe forcon, ndihmon kundër dhimbjeve dhe temperaturave të larta, mund të reduktojë nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bën të dobishme për shëndetin. Çaji i sherebelës me mjaltë dhe lëng limoni mbetet një solucion shumë i mirë për gargar, për bajamet e inflamuara dhe grykët e skuqura. Madje ajo përdoret edhe nga tenor të ndryshëm për të përmirësuar performancën vokale. Kohët e fundit është dëshmuar që sherebela përmirëson kujtesën dhe ndikon kundër sëmundjes së Alzheimerit. Praktika ka treguar që në mënyrë të shkëlqyeshme pastron gjakun dhe po ashtu ndihmon tek nxjerrja e sekrecioneve nga mushkëritë dhe nga organizmi. Në mënyrë pozitive, ajo ndihmon edhe në qarkullimin e gjakut kundër gjakderdhjes dhe inflamacioneve. Për shkak të veprimit të vet antiseptik përdoret për shërimin e mishit të dhëmbëve, aftit, erës së pakëndshme, problemeve me fyt dhe bajameve, kariesit dhe qelbëzimit të mishrave të dhëmbëve. Nëse keni probleme të tilla, pini çaj nga sherebela. Sherebela njihet edhe ndihmon kundër të vjellave dhe diarresë së shpeshtuar, ndërsa më mirë se çdo bimë tjetër ndihmon punën e zorrëve dhe të stomakut. Në mënyrë të favorshme ndikon edhe në problemet femërore. Ka efekt antikërpudhor, ndihmon tek rregullimi i menstruacioneve, vendos ekuilibrin hormonal dhe parandalon problemet e menopauzës. Gjithashtu, hidra njihet si një ndër bimët medicinale me vlera më të forta. Ajo shkëlqen jo vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësinë popullore të shumë vendeve të globit. Përfitimet e saj janë të mëdha. Ajo përmirëson kujtesën, lufton mbi peshën dhe ruan ekuilibrat e kolesterolit. Në këtë video, ju do të mësoni më shumë për përfitimet shëndetësore kryesore të sherebelës dhe përdorimet interesante të saj. Sherebelën mundet që ta konsumoni në formën e çajit, duke zgjerë në një filxhan çaj ujë 7 deri në 8 gjethe të freskëta sherebele ose 2 lugë çaj gjethe të thata. Nëse preferoni, mund ta ëmbëlsoni me mjaltë, 1 deri në 2 gota në ditë për rreth 2 javë, mundet që ta përsërisni çdo muaj. Përfitimet kryesore të sherebelës për organizmin kundër sëmundjeve mendore. Në mjekësinë popullore, sherebela rekomandohet për përmirësimin e funksioneve të trurit dhe të kujtesës. Pas disa studimeve klinike, rekomandohet sherebela dhe për aftësinë e saj në zbutjen e simptomave të sëmundjes së Alzheimer dhe sklerozës. Një prej këtyre simptomave është irritimi dhe nervozizmi i një intensiteti të lartë dhe sherebela mundet që të shuaj shpërthime të tilla. Kundër simptomave të diabetit, sherebela ka aftësinë që të ulë nivelet e glukozës. Për këtë arsye, ajo është një zëri e rekomandueshme për njerëzit që vuajnë nga diabeti tipit 2. Shumë ekspert mjekësor i kanë kërkuar industrisë farmaceutike që të përfshijë sherebelën në trajtimet kundër diabetit dhe inflamacionit. Sherebela dhe kolesteroli. Studime të shumta gjithashtu mbi rolin e sherebelës në organizmin ton
kanë treguar dhe thonë se konsumi i rregullt për të paktën 4 javë i sherebelës përmirëson profilin e lipideve në gjak dhe ul nivelin e kolesterolit të keq. Kundër mbipesha është një problem shumë serioz. Ajo konsiderohet si faktor kontribues për shfaqjen e diabetit të tipit 2 dhe tensionit të lartë. Ekstraktet e sherebelës besohet se pengojnë përthithjen e yndyrave nga pankreasi dhe zvogëlojnë peshën trupore. Për këtë arsye, sherebela rekomandohet si një alternativë natyrale në trajtimet kundër mbipeshës. Kundër diarres, ekstraktet e gjeteve të sherebelës përmirësojnë funksionet e sistemit tretës dhe parandalojnë diarren. Ato kanë aftësi shtrënguese dhe mbledhëse për stomakun, gjë që e bën sherebelën të këshillueshme për shumë probleme të tjera. Përdorime të ndryshme të sherebelës. Sherebelën ju mund të arrisni vetë në kopshtin, verandën apo balkonin tuaj. Ajo kërkon ndriçim të plot nga dielli dhe kullim të mirë. Ne ju rekomandojmë që nëse e rrisni në kopër sherebelën ta vendosni pranë brokolit, lule lakrës dhe lakrës. Gjethet e sherebelës janë të dobishme sepse mbajnë larg shumë insekte të dëmshme, gjë që minimizon edhe përdorimin e pesticideve në kopësht. Aroma dhe vetitë e saj e bëjnë sherebelën një aleate të mirë të çdo anëvise. Përzierjet e sherebelës me uthullën, sapunin dhe alkoolin mund të krijojnë një solucion pastrimi gjithëpërfshirës. Vaji esencial i sherebelës ju mundet që ta përdorni dhe për shëndetin e lëkurës. Ky vaj largon infeksionet e lëkurës, mykun dhe gjithashtu dermatitin. Rritja e sherebelës nis nga farat dhe fidanët. Ju mund t'i blini ato të freskëta ose të merrni një fidan të gatshëm dhe ta kultivoni vetë ju në kopshtin tuaj. Dheu duhet të jetë i pasur me ple dhe vazoja duhet të ketë një sistem të mirë kullimi. Në dhem mundet të përfshini edhe 2 apo 3 grushta rër me ple organik të shkrifët dhe i lehtë për kullim të përshtatshëm. Bima e sherebelës duhet të jetë gjatë gjithë kohës në rrezet e diellit, por ajo arrin të mbijetojë edhe në hije. Kërcenjtë e sherebelës duhen krahasitur në fillim të pranverës, pasi ka kaluar rreziku i ngricave, por përpara rritjes së plotë. Krahasitja bëhet në çdo deg duke e prerë në 1/3 e saj me gërshër në mënyrë të pjerrët. Tregoni të kujdesshëm gjatë vitit të parë të mbledhjes. Niseni vetëm me mbledhjen e gjeteve dhe në vazhdim mundej që të prisni kërcenjë të plotë. Sherebela juaj do të arrijë pikun përpara lulëzimit të luleve në mes të verës. Gjithashtu sherebela është një nga barishtet e pakta që lëshon aromën e plotë atëherë kur thahet. Megjithatë, sherebela duhet tharë shumë shpejt që aroma e saj të mos pasojë humbje. Tufat e sherebelës lidheni së bashku dhe varreni kokëposhtë në një vend të ngrohtë por të ajrosur dhe mbajini larg rrezeve të drejtpërdrejta të diellit. Në variantin e tharë, sherebelën mund ta përdorni për marinim, por edhe si shoqëruese të mishit. Përdorim tjetër është edhe si çaj bimor, i cili përftohet me një shije speciale si në variantin e ngrohtë dhe në atë të ftohtë, sidomos në qoftë se shtoni pak mjalt artizanal shqiptar. Sherebela rritet mirë kur mbillet me bimë të tjera që rritet gjithë vitin, siç është trumza, rigoni dhe majdanozi. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Në qoftë se gjendja juaj është kronike dhe zgjat në kohë, ne ju këshillojmë të shkoni menjëherë tek mjeku për të marrë këshillën e duhur. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!